Roger, ajo që ke bërë nuk është diçka e vogël. Kur e ke ofenduar motrën time, nuk ke prekur thjesht një person, ke prekur familjen time, respektin tim dhe gjithçka që unë mbroj. Ndoshta për ty ka qenë një moment kalimtar, një fjali e hedhur pa menduar, një koment për të bërë të tjerët të qeshin. Por për ne nuk ishte as shaka dhe as diçka që harrohet lehtë. Fjalët kanë peshë. Ato nuk janë vetëm tinguj që zhduken në ajër. Fjalët krijojnë plag, krijojnë tension, krijojnë situata që mund të shmangeshin po të kishte pak më shumë mendim para se të flisje. Ti zgjodhe të flasësh pa menduar për pasojat dhe tani duhet të përballesh me faktin që çdo veprim ka një reagim. Mateo po të afrohet jo sepse kërkon konflikt, por sepse kërkon sqarim. Ai nuk është tip që bën zhrumkoll. Ai nuk ka nevojë të tregojë forcë me fjalë boshe. Qëndrimi i tij flet vetë. Kur ai afrohet, do të thotë që situata ka kaluar kufirin e tolerancës. Nuk është çështje frike, është çështje dinjiteti. Dhe dinjiteti nuk negociohet. Ti mund të mendosh se kjo do të kalojë si çdo gjë tjetër, por ka disa gjëra që nuk kalojnë pa u zgjidhur. Respekti është themeli i çdo marrëdhënieje mes njerëzve. Kur mungon respekti, gjithçka tjetër bie. Nuk ka rëndësi sa kohë njihesh me dikë, sa herë keni qeshur bashk apo sa debate keni pasur, momenti që prek familjen, prek një vit që nuk duhet kaluar. Kur të dalim jashtë, do të flasim. Jo për të bërë stene, jo për të krijuar dram para të tjerëve, por për të sqaruar një herë e mirë atë që ka ndodhur. Unë do ta tregoj qartë se ku gabove dhe pse nuk duhet të përsëritet më. Do ta them drejt, pa frikë dhe pa hezitim. Sepse kur bëhet fjalë për familjen time, unë nuk hesht. Nuk po kërkoj konflikt. Nuk po kërkoj përplasje. Po kërkoj përgjegjësi. Sepse njeriu i fortë nuk është ai që ofendon apo provokon, por ai që di të qëndrojë përballë dhe të pranojë kur ka gabuar. Falja nuk është dobësi. Përkundrazi, është shenjë pjekurie. Por falja vjen vetëm kur ka sinqeritet. Kjo situatë mund të mbyllet thjesht me respekt. Me një fjalë të drejtë, me pranimin që disa gjëra nuk duhen thënë, ose mund të vazhdoj dhe të krijoj një distancë që nuk do të rikuperohet më. Zgjedhja është e jotja. Unë do të jem aty i qetë, i vendosur dhe i qartë. Sepse kur dikush prek familjen time, unë nuk reagoj me zhurmë, reagoj me qëndrim.